Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi. Kem ditën e hënë 3 janar 2022 dhe jem të detyra numër 7A. Kem këtu këtë formë, e kem një katrore dhe një trekëndsh. Katrora i ka cepet A, cepin B, C, këtu jashtë D dhe këtu në altë E. Pastaj kem çdo anë me gjatësinë, të rasim këtë G për shembull. Dhe diagonala prej E-s në B apo prej A-s në D, është njëjtë. Këtë të rasim D, diagonale. Në detyrën A kërkohet, do thotë si informat të përgjithshëm e kem këtë, G e ka gjatësinë 5 cm. Edhe kërkohet që të kalkulohet diagonala D. Sa pyetja është çfarë gjatësie ka diagonala D. Në shoh këtu kemi një trekëndsh kënd drejt. G është 5 cm e gjatë, 5 cm, e pra diagonala sipas teoremës së Pitagores është 5 katror plus 5 katror në rreni katror. Dhe kjo është 2/5 në katror në rreni katror dhe kjo është 2/25. Që i bjen 2 në rreni katror herë 25 në rreni katror, apo mund të rishkruajmë dhe kështu. 50 në rreni katror dhe këtu e kalkulon. Tjetër qysh edhe nga këtu mund me shkru direkt në 2 katror herë 5 në katror rreni katror dhe kjo është thjesht 2 herë 2 në rreni katror herë 5, apo këtu poshtë nëse shem me letë përmes 25, po kur është këtu, do thotë kur është këtu katror dhe rreni katror e din se ato dy largohen. Tjetër që është shumë 25 që është në rreni katror është 5, sepse 5 herë 5 është 25. Dhe kemi këtu 2 në rreni katror herë 5. 2 në rreni katror është pak më shumë se 1.5. 1.6 me qenë. Është gabim është më pak se 1.5, do me thonë 1.4 në 4. Që i bjen, e kalkulojmë 1.4 herë 5 është 5 plus 2 dikon 7. Ne kemi këtë 7.071 prafërsisht apo shumë 7.071 dhe ja shtojmë të do pika për me kuptu që vazhdon ky numër dhe pastaj e shikojmë. 7 nishi është përfuni 5-shit, të thotë kjo vlera këtu përpara arrin aty ku është 7.07, apo 7 është 5 edhe përpjet, e pra kjo vlera këtu përpara ngritet për një pozitë, që i bjen 7.1 cm. Do me thonë, kjo distancë këtu, kjo diagonala këtu, kjo distancë këtu e ka një, do thotë është distancë saj është 7.1 centimetër. Në rregull.